se i kanë 2 kongresmen që financohen nga lobi serb, mojën men që po flasë. 2 kongresmen që i ka mish zonja Osmani që mendon që i ka mik Amerikan, që se ka, së është të vërtet. Por janë 2 kongresmen që i financohen lobi serb, të cilët ja kanë kry këtë argat. Sepse ati lobi, Serbis, Rusis, Francës, besa dhe do vendeve tjera të Bashkimit Evropian, ju duhet Albin Kurtin s'kjen. Thuam pse? Pse? Në vitin 2019, në fakt, projekti Amerikan për pavarësimin energjetik të Ballkanit Perëndimor ndërlidhet me Kosovën, është për befasi. E që Kurti e refuzoi? Dale, kom pyet ekspert, profesora që e njohin fushën, e njohin Kosovën në aspektin gjeologjik. Tha sepse nga thëngjilli mund të prodhohet gasi. Dhe krejt instalacioni i këtij gasi nga Kosova është i shtrirë në pothuajse Republikat e Jugosllavisë, Maqedoni e tjera. Dhe pavarësimi energjetik është planifikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së pari me kontrglobalin, i cili ka filluar në vitin 2017, është tenderuar dhe planifikoi të përfundonte në vitin 2022. Pastaj në vitin 2020, pas marrëveshjes Washingtonit, njojës nga Izraeli, kompanit u caktuan kompanit për sjelljen e gasit në rafinerinë që do bëhen Greqi. Dhe nga Greqia shpërndajnë në tërë pjesën e Ballkanit Perëndimor. Sikusht, monin mend, vizitat e Greqisë kanë qenë shpeshta ato ditë. Në mandatin e parë. Madje ka qenë i vetmi shtet që e ka vizituar. Ka qenë i vetmi në atë kohë. A dini pse? Se rafineria mbetej në Greqi. Dhe Greqia merrte një rol primar në furnizimin me gaz të Ballkanit Perëndimor. Sikurse e kishte njohjen e pavarësisë Kosovës Greqia dhe Çiproja, dhe nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s, mbeteshin edhe 3. Apo kupton? Erdhi zoti Kurti, do ta them edhe këtë detaj. Erdhi me projekcion të Francës dhe Gjermanisë, Macronit dhe Merkel. Në vitin 2019, kur u mbajt konferenca e sigurisë në Münih, nëse ju kujtohet, shkoi zoti Kurti, ishin mbajt zgjedhjet, pritej se del partia e parë, jo fituese, po partia e parë, dhe zoti Kurti mori pjesë në konferencë. Alongside with presidentin Thaçin atku. Dhe Edi Ramën e të tjerë, nga bota shqiptare ishin këta 2. E manin men atë, thot, kur ngritet edhe man fjalim atje, ju më thika për me harta, po doni me nda Kosovën. Tema diskutimit, rendi i ditës, në konferencë sigurisë ndërkombëtare. Nuk ishte Kosova fare, s'kishte të bënë me Kosovën. Ajo ishte ndalja e G5, kinez, dhe ndalja e telefonit Highway që kishte Kina. Pra, dalja tregut evropian për Kinën. Kjo ishte agenda e konferencës. Ky shkoi me këtë logjikën e vet, verbër, dhe folte atje për thikat mbi harta që kuj nuk i interesoi ke thikat mbi harta të Kosovës se Trumpi kishte vendosur. Ka pas diskutime tjera për të bërë. Ky masane pranoj që se ka njoft agjendën. Kthema nga dal tashti. Çfarë bën Macron dhe Merkel? E sollën Kurtin. Pse? Sepse ishte personaliteti i vetëm në Kosovë që do ta kundërshtonte pavarësimin energjetik të Kosovës nga Amerika. Përmes amerikanëve. Ta them edhe një detaj. Bashkimi Evropian ka ndërtuar një strategji të pavarësimit energjetik të Kosovës, të cilën 2 kryeministë me radhë, njëri pas tjetrit, domethënë edhe Thaçi, edhe Haradinaj, nuk e, si më thon, as nuk e refuzuan sepse s'mundesh me refuzuar diçka që s'është afruante, por nuk u bën pjesë e këtij projekti. Refuzuan të jenë pjesë, jo manin mend Ramush Haradini kur ka rreth tavolinin atje në Bashkimin Evropian. Nuk bën pjesë pse? Se për projekti i Bashkimit Evropian për gasifikim, për pavarësim energjetik, do të funksiononte në për infrastrukturën e Gazpromit rus, që do të thotë, ishte në ndikimin rus. Strategjia amerikane ishte të mos lejohet depërtimi ekonomik i gazit rus në Ballkanin Perëndimor. Kuptohet sepse kjo ka qenë kush e kundërshtoi dhe nxorri Amerikën nga loja? Rusia, Ukrainë. Kush e nxorri Amerikën nga loja? Kosovën, Amerikën nga loja? Bashkimi Evropian, Franca dhe Gjermania që të varura nga Rusia përmes Albin Kurtit në Kosovë. Ky është Albin Kurti, prandaj ka ardhur kryeministër në Kosovë Albin Kurti me mbështetjen e Merkel dhe sepse po që Gjermania ka qenë gjithë mbështetëse për të ardhur zoti Kurti në pushtet. Pikërisht pra. Dhe janë prap. Janë tërheq pak. Janë tërheq pak. Se po, se tani pas. Kanë arritur qëllimet e tyre. Në vitin 22, Bashkimi Evropian s'ka pas dëshirë fare me pa Amerikën me pas impakt në Evropë. Pas vitit 22, kur ndodhi sulmi Rusisë në Ukrainë, e panë se Bashkimi Evropian bashkë me NATO. Po. Janë pafuqishëm përballë Rusisë. Dhe tani u dërzuan te Bashkimi e Shtetit Bashkuar. Tash i kanë sytë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian. Pra, Kurti tash është
e keqja, tumori, kanceri i shtetit Kosovës, që erdhi përmes Francës dhe Gjermanisë, dhe tani na ka mbet kancer të cilin duhet me shëru nga dalë. Se me prek shumë është ma lindë. Pra, retorika e zotit Kurti ka rëshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës zburon pikërisht nga këto dy shtete evropiane? Pikërisht ato sollen vetëm për këtë. Pra, për këtë arsye ka qenë shumë i guximshëm. Për ta kundërshtuar Amerikën në Kosovë. Ka qenë shumë i guximshëm në atë kohë që të flas kundër Amerikës, sepse ka ditë që mbrapa e ka Francën dhe Gjermaninë. Po i bjen kështu. Po veçanërisht unë e njoh një person që e ka bërë më të këqijat më të mëdha të kombit tonë, e që ka qenë shumë më i guximshëm se Kurti. Ka qenë Enver Hoxha. Nuk ka marrë vesh as për revizionizmin rus, as për imperializmin amerikan, as ato evropian. Ka rënu veç vetëm edhe barë do ham, edhe s'morin vesh për kërkon.